Koha nuk ekziston në mënyrën që ju mendoni. Çdo herë që shikoni orën, që numëroni sekondat, që planifikoni ditën tuaj, ju besoni se koha është diçka absolute, diçka që rrjedh një lloj për të gjithë, kudo. Por kjo është iluzion. Koha është një krijim i gravitetit, një pasojë e masës që përkul hapësirën rreth saj. Dhe askund kjo e vërtet nuk shfaqet më qartë se në një eksperiment që duket i pamundur. Nëse do të mund të shponit një tunel përmes zemrës së tokës dhe të hidheshit brenda, ju do të zbulonit diçka të jashtëzakonshme. Koha e udhëtimit tuaj do të ishte gjithmonë e njëjtë, 42 minuta e 12 sekonda, pavarësisht nëse shponi nga poli verior në polin jugor, nga Parisi në Zelandën e Re, apo përmes çdo korde tjetër që kalon në përbrendësinë e planetit. Gjithmonë 42 minuta e 12 sekonda. Jo një sekond më shumë, jo një sekond më pak. Kjo nuk është magjepsje. Kjo është graviteti duke zbuluar natyrën e tij të vërtetë, jo si një forcë që thjesht tërheq, por si një koreograf kozmik që orkestroi kohën dhe hapësirën në një simfoni të përsosur. Si është e mundur që rrugë të ndryshme, distanca të ndryshme, të japin të njëjtën kohë? Çfarë e bën këtë numër kaq të shenjtë? Dhe çfarë na tregon kjo për natyrën e vetë realitetit? Kjo është më shumë se një kuriozitet matematikor. Kjo është një dritare në një ligj që qeveriset çdo gjë, nga lëkundja e një penduli në dorën tuaj deri te rrotullimi i galaktikave në thellësitë e hapësirës. Imagjinoni për një moment se jeni duke qëndruar në buzë të këtij tuneli imagjinar. Shikoni poshtë në errësirën absolute që gëlltit çdo dritë. Ajri është hequr, fërkimi është eliminuar. Kjo është një eksperiment i pastër që ekziston vetëm në mbretërinë e matematikës dhe imagjinatës. Ju hidheni. Në fillim, ndjesia është e njohur, rënia e lirë, pesha që zhduket, stomaku që ngrihet. Por ndërsa zhyteni më thellë, diçka e çuditshme fillon të ndodhë. Masa e tokës mbi ju fillon të rritet. Shkëmbinjt, oqeanet, kontinentet, të gjitha tani janë mbi kokën tuaj, duke ju tërhequr mbrapsht. Ndërsa zbritni më thellë, forca që ju shtyn përpara dobësohet, sepse vetëm masa nën ju tërheq poshtë. Në thellësi prej 3000 kilometrash, ju jeni duke fluturuar përmes mantelit, atje ku shkëmbi është kaq i nxehtë sa rrjedh si mjalt për mijëra vjet. Shpejtësia juaj vazhdon të rritet, por jo me të njëjtin ritëm si në fillim. Graviteti po dobësohet. Në 6371 kilometra thellësi, ju arrini zemrën e tokës, një sferë hekuri dhe nikeli, e nxehtë sa sipërfaqja e diellit, e ngjeshur në presion që do të shtynte çdo material të njohur në pluhur. Këtu, në këtë pikë të vetme, ju arrini shpejtësinë maksimale, 28.000 km/h. Jeni duke lëvizur më shpejt se çdo avion, më shpejt se çdo raketë që ka ndërtuar njeriu. Por në këtë moment, graviteti nën ju zhduket plotësisht. Tani, e gjithë masa e tokës është mbi ju, duke ju tërhequr mbrapsht. Dhe kështu fillon ngadalësimi. Ju vazhdoni të lëvizni përpara, por tani graviteti punon si një fre. Çdo sekond, shpejtësia juaj zvogëlohet. Ju ngjiteni përmes mantelit të anës tjetër, përmes guaskës, përmes oqeanit apo kontinentit që ndodhet në anën tjetër të planetit. Dhe saktësisht 42 minuta e 12 sekonda pas momentit kur u hodh, ju arrini sipërfaqen e anës tjetër me shpejtësi zero. Për një moment të vetëm, ju qëndroni të pezulluar, pa peshë, në buzë të daljes. Dhe pastaj, graviteti ju tërheq përsëri mbrapsht dhe cikli fillon përsëri. Çdo herë që hidhni një gur në ajër dhe e shikoni atë të kthehet mbrapsht, ju po shikoni të njëjtin ligj. Çdo herë që shikoni një fëmijë duke u lëkundur në një lëkundore, duke u ngritur dhe duke zbritur në një ritëm të përsosur, ju po shikoni të njëjtën forcë në veprim. Graviteti nuk është kaos. Është muzikë. Është një ritëm i koduar në masën dhe distancën, një simfoni që luan në çdo shkallë. Por këtu është paradoksi që çan mendjen, nuk ka rëndësi se nga cili rrugë shponi tunelin. Nëse shponi nga ekuatori në ekuator duke kaluar përmes qendrës, një distancë prej 12.742 kilometra, koha është 42 minuta e 12 sekonda. Nëse shponi një tunel më të shkurtër, një kord që nuk kalon përmes qendrës, por thjesht lidh dy pika në sipërfaqe, le të themi, një tunel prej 8000 kilometrash, koha përsëri është 42 minuta e 12 sekonda. Si? Tuneli më i shkurtër do të thotë distancë më e vogël, pra kohë më e shkurtër, apo jo? Jo. Sepse në tunelin më të shkurtër, ju gjithashtu përjetoni gravitet më të dobët mesatarisht, sepse nuk zbritni aq thellë.
Distanca më e shkurtër kompensohet saktësisht nga graviteti më i dobët. Është një ekuilibër i përsosur, një simetri që ekziston vetëm në një sferë uniforme. Kjo është mrekullia e gravitetit sferik. Brenda një sfere me densitet uniform, forca gravitacionale në çdo pikë varet vetëm nga distanca nga qendra, jo nga masa totale. Ndërsa zbritni, masa mbi ju nuk ju tërheq më poshtë, efekti i saj anulohet plotësisht. Vetëm sfera e materialit nën ju kontribuon në forcën që ndjeni. Kjo është arsyeja pse, pavarësisht nga rruga, koha mbetet e njëjtë. Është një pasojë e drejtpërdrejtë e ligjit të gravitetit, por edhe një shfaqje e një harmonie më të thellë, një simetri që fshihet në vetë strukturën e hapësirës. Çdo herë që shikoni hënën duke u rrotulluar rreth tokës, duke mbajtur të njëjtën periudhë orbitale për miliona vjet, ju po shikoni të njëjtin princip. Çdo herë që një satelit kalon mbi kokën tuaj, duke kryer orbitën e tij me saktësi kronometrike, ju po shikoni të njëjtën harmoni. Graviteti nuk është thjesht një forcë. Është një gjuhë që universi flet, një kod që përsëritet në çdo shkallë të ekzistencës. Por si e zbuluan njerëzit këtë të vërtetë? Si arritëm të shohim kaq thellë në natyrën e gravitetit, kur nuk mund të shpojmë as 10 kilometra nën sipërfaqen e tokës, e lëre më të ndërtojmë një tunel përmes qendrës? Përgjigjja qëndron në fuqinë e matematikës, në aftësinë e mendjes njerëzore për të imagjinuar atë që nuk mund të prek, për të llogaritur atë që nuk mund të shoh. Dhe historia e kësaj zbuleshjeje është një histori e guximit intelektual, e njerëzve që guxuan të pyesin pyetje që dukeshin të çmendura. Në shekullin e 17, Isaac Newtoni ishte një njeri i torturuar nga pyetjet. Ai nuk ishte thjesht një shkencëtar, ai ishte një kërkues i së vërtetës, një njeri që shihte mistere atje ku të tjerët shihnin vetëm gjëra të zakonshme. Kur një moll ra nga një pemë në kopshtin e tij në Woolsthorpe, shumica e njerëzve do të shihnin vetëm një moll që bie. Por Newtoni pa diçka tjetër. Ai pa një pyetje që do të ndryshonte botën: pse bie molla? Çfarë force e tërheq atë poshtë? Dhe më e rëndësishmja, a është kjo e njëjta forcë që mban hënën në orbitë rreth tokës? Kjo pyetje dukej e çmendur. Si mund të jetë e njëjta forcë që bie një moll dhe që mban një trup qiellor në qiell? Por Newtoni kishte një vizion, ai pa se graviteti nuk ishte diçka që ekzistonte vetëm në tokë. Ishte një forcë universale, një ligj që qeveriste çdo masë në univers. Por për të provuar këtë, ai duhej të zgjidhte një problem që kishte mundur mendjet më të mëdha për shekuj, si të llogaritësh forcën gravitacionale brenda një sfere masive. Kur keni dy pika, matematika është e thjeshtë. Por çfarë ndodh kur keni një objekt të madh si toka? Si e llogaritni forcën në çdo pikë brenda saj? Newtoni kaloi vite duke u munduar me këtë problem. Ai punonte vetëm në heshtje në dhomën e tij në Cambridge. Ai nuk kishte kompjuter, nuk kishte kalkulator. Kishte vetëm mendjen e tij, letrën dhe penën. Dhe kur mjetet ekzistuese të matematikës nuk ishin të mjaftueshme, ai shpiku të reja. Ai zhvilloi atë që sot e quajmë kalkulus, një gjuhë të re matematikore që mund të përshkruante ndryshimin, lëvizjen, përshpejtimin. Dhe kur më në fund arriti përgjigjen, ajo ishte mahnitëse në thjeshtësinë e saj. Brenda një sfere me densitet uniform, forca gravitacionale në një pikë në distancë nga qendra është proporcionale me atë distancë. Është një marrëdhënie lineare. Kjo do të thotë se graviteti vepron saktësisht si një sust, forca rritet në proporcion me zhvendosjen. Çdo herë që shtypni një sust dhe e ndjeni atë duke u kthyer mbrapsht, ju po përjetoni të njëjtin parim që qeveriset rënien përmes tokës. Çdo herë që shikoni një pendul duke u lëkundur, duke u kthyer përsëri në të njëjtën pozitë, ju po shikoni të njëjtën forcë në veprim. Sust, pendul, planet, të gjitha kërcejnë në të njëjtin ritëm. Dhe një objekt i lidhur me një sust lëkundet me një periudhë që varet vetëm nga konstanta e sustës dhe masa e objektit, jo nga sa larg e shtypni atë. Kjo ishte zbulesja që hapi derën. Nëse graviteti brenda tokës vepron si një sust, atëherë një objekt që bie përmes një tuneli do të lëkundë si një pendul. Dhe periudha e kësaj lëkundjeje mund të llogaritet. Matematika është e drejtpërdrejtë, por rezultati është i mahnitshëm. Periudha është rreth 84 minuta e 24 sekonda për një lëkundje të plotë, që do të thotë 42 minuta e 12 sekonda për të shkuar nga njëra anë në tjetrën. Por Newtoni nuk e publikoi këtë rezultat menjëherë. Ai ishte një njeri i kujdesshëm, i tërhequr nga perfeksionizmi, por edhe nga frika.
Ai e dinte se toka nuk është një sferë e përsosur me densitet uniform. Bërthama është më e dendur se manteli, guaska është më e hollë në disa vende. Si do të ndikonte kjo në rezultat? Ai kaloi vite duke kontrolluar llogaritë e tij, duke kërkuar gabime, duke u përpjekur të kuptonte nëse zbuleshja e tij ishte një kuriozitet matematikor apo një të vërtetë të thellë për natyrën. Në fund, ai e publikoi punën e tij në Principia Mathematica në vitin 1687, vepra që ndryshoi përgjithmonë mënyrën se si e kuptojmë universin. Por edhe atëherë, ideja e një tuneli përmes tokës mbeti një eksperiment mendor, një mjet për të eksploruar pasojat e ligjeve të gravitetit. Askush nuk mendoi seriozisht se një gjë e tillë mund të ndërtohej. Temperaturat në qendër të tokës arrin 6000 gradë Celsius, po aq të nxehta sa sipërfaqja e diellit. Presioni është 3.500.000 herë më i madh se presioni atmosferik në sipërfaqe. Asnjë material i njohur nuk mund të mbijetojë atje. Por kjo nuk e bëri zbuleshjen më pak të rëndësishme. Sepse ajo që Newtoni kishte zbuluar nuk ishte thjesht një fakt për tokën. Ishte një parim universal. Çdo sferë me densitet uniform, çdo planet, çdo yll, çdo objekt sferik në univers, do të shfaqte të njëjtën sjellje. Koha për të rënë përmes saj do të ishte e njëjtë, pavarësisht nga rruga. Kjo ishte një shfaqje e simetrisë së natyrës, një shenjë se ligjet e fizikës nuk janë të rastësishme, por të strukturuara, të harmonizuara, të bukura. Në shekujt që pasuan, shkencëtar të tjerë zgjeruan këtë punë. Leonhard Euleri, matematikani zviceran, rafinoi llogaritë. Joseph Louis Lagrange, fizikanti francez, eksploroi rastet më komplekse. Ata llogaritën se çfarë do të ndodhte nëse toka nuk kishte densitet uniform. Rezultati? Koha ndryshon pak, por jo shumë. Për tokën reale, me bërthamën e saj të dendur të hekurit dhe mantelin më të lehtë, koha për të rënë përmes qendrës do të ishte rreth 38 minuta, pak më pak se 42 minuta e 12 sekonda të sferës ideale. Por parimi mbetet i njëjtë. Graviteti vepron si një sust dhe objekti lëkundet. Çdo herë që hipni në një lëkundore dhe e ndjeni atë ritëm të përsosur, ngritja, zbritja, ngritja përsëri, ju po përjetoni të njëjtin ligj që do të qeveriste rënien tuaj përmes tokës. Çdo herë që shikoni një pendul të vjetër duke tiktakuar, duke numëruar sekondat me saktësi të përsosur, ju po shikoni të njëjtën forcë në veprim. Koha dhe graviteti janë të thurura së bashku në një pëlhurë që nuk mund të ndahet. Kjo ideja e një tuneli gravitacional, më vonë frymëzoi inxhinierë dhe shkencëtar të imagjinojnë sisteme transporti revolucionare. Në vitet 1960, fizikanti amerikan Paul Cooper propozoi konceptin e një treni gravitacional, një tren që do të udhëtonte përmes tuneleve nëntoksore, duke përdorur vetëm graviteti për të përshpejtuar dhe ngadalësuar. Nëse tuneli ishte i drejtë dhe pa fërkim, treni do të arrinte destinacionin e tij saktësisht 42 minuta e 12 sekonda më vonë, pavarësisht nga distanca. New York në Londër? 42 minuta. Tokyo në Sydney? 42 minuta. Ishte një ide e bukur, e përsosur në thjeshtësinë e saj. Natyrisht, ajo nuk ishte praktike, fërkimi, rezistenca e ajrit, nxehtësia, presioni, të gjitha këto e bënin të pamundur. Por si një eksperiment mendor, ajo shfaqi fuqinë e gravitetit për të organizuar lëvizjen në mënyra që ne zakonisht nuk i shohim. Çdo herë që hipni në një tren apo në një makinë dhe ndjeni atë për shpejtim të butë, pastaj ngadalësimin kur afroheni në stacion, ju po përjetoni një version të dobësuar të kësaj ideje. Çdo sistem transporti është një betejë kundër fërkimit, kundër rezistencës, kundër forcave që përpiqen të na ngadalësojnë. Por në botën ideale të matematikës, ku fërkimi nuk ekziston, lëvizja bëhet e pastër, e përsosur, e harmonizuar me ligjet e natyrës. Dhe kjo na çon te pyetja më e thellë: pse është koha saktësisht 42 minuta e 12 sekonda? Çfarë ka të veçantë me këtë numër? Përgjigjja qëndron në marrëdhënien midis gravitetit dhe madhësisë së tokës. Periudha e lëkundjes varet nga densiteti mesatar i planetit dhe nga rrezja e tij. Për tokën, me densitetin e saj mesatar prej 5500 kg për metër kub dhe rrezën e saj prej 6371 km, matematika jep saktësisht këtë rezultat. Nëse toka do të ishte më e madhe, koha do të ishte më e gjatë. Nëse do të ishte më e vogël, koha do të ishte më e shkurtër. Nëse do të ishte më e dendur, koha do të ishte më e shkurtër.
Nëse do të ishte më pak e dendur, koha do të ishte më e gjallë. Toka, me madhësinë dhe densitetin e saj specifik, krijon saktësisht këtë periudhë, 42 minuta e 12 sekonda. Por ka diçka më të thellë këtu. Kjo kohë është gjithashtu afërsisht koha që i duhet një sateliti në orbitë të ulët për të kryer gjysmën e një orbite rreth Tokës. Kjo nuk është një rastësi. Është një pasojë e të njëjtit ligj të gravitetit. Një satelit në orbitë është në rënje të lirë duke rënë vazhdimisht rreth Tokës, por duke mos e goditur kurrë atë sepse lëviz përpara me shpejtësi të mjaftueshme. Periudha e orbitës së tij varet nga lartësia e tij mbi sipërfaqe dhe për një orbitë që kalon përmes sipërfaqes, një orbitë imagjinare që do të kalonte përmes një tuneli, periudha do të ishte saktësisht e njëjtë si koha e rënjes përmes qendrës. Kjo është harmonia e gravitetit. Rënia dhe orbita janë të njëjta gjë, shikuar nga këndvështrime të ndryshme. Një satelit në orbitë është duke rënë, por duke humbur gjithmonë Tokën. Një objekt që bie përmes një tuneli është duke u rrotulluar, por në një orbitë që kalon përmes brendësisë së planetit. Të dyja janë shfaqje të të njëjtit ligji, të njëjtës force, të njëjtës harmonie. Çdo herë që shikoni një satelit duke kaluar në qiellin e natës, një pikë e vogël drite që lëviz me shpejtësi të qëndrueshme përmes yjeve, ju po shikoni të njëjtin ligj që do të qeveriste rënien tuaj përmes Tokës. Çdo herë që përdorni GPS-n tuaj për të gjetur rrugën, ju po mbështeteni në satelit që kërcejnë në këtë ritëm të përsosur gravitacional. Imagjinoni tani se jeni duke qëndruar në sipërfaqen e Tokës, duke shikuar lart në qiell. Shikoni një satelit që kalon mbi ju, duke u lëvizur me shpejtësi prej 8 kilometra në sekond, duke kryer një orbitë të plotë çdo 90 minuta. Ai satelit është në ekuilibër të përsosur, graviteti që e tërheq poshtë është saktësisht i balancuar nga shpejtësia e tij përpara. Tani imagjinoni se hapni një derë në Tokë dhe hidheni në tunelin që kalon përmes qendrës. Ju filloni të bini, duke përshpejtuar, duke arritur shpejtësi të jashtëzakonshme. Por në një kuptim të thellë, ju dhe sateliti jeni duke bërë të njëjtën gjë. Ju të dy jeni duke ndjekur rrugët që graviteti ka gdhendur në hapësirë. Ju të dy jeni duke kërcyer në ritmin e të njëjtës simfonie. Kjo është arsyeja pse fizika është e bukur. Jo sepse na jep përgjigje të thjeshta, por sepse na tregon se universi është i organizuar në mënyra që ne nuk i presim. Ligjet që qeverisin rënien e një molle janë të njëjtat ligje që qeverisin lëvizjen e galaktikave. Koha që i duhet një penduli për të u lëkundur është e lidhur me kohën që i duhet një planeti për të u rrotulluar. Çdo gjë është e lidhur, çdo gjë është pjesë e një modeli më të madh. Dhe kjo na sjell te një pyetje edhe më e thellë: nëse mund të bini përmes Tokës në 42 minuta e 12 sekonda, çfarë tjetër është e mundur? Por çfarë ndodh kur fillojmë të shqyrtojmë jo vetëm rënien, por vetë mekanikën që e bën atë të mundur? Çfarë fshihet në thellësi të ekuacioneve që Newtoni shkroi me dorë të dridhur në një dhomë të errët në Cambridge? Imagjinoni një orë rëre. Jo një orë të zakonshme, por një orë kur ëra nuk bie thjesht poshtë, ajo bie, ngadalsohet, ndalon dhe pastaj fillon të rrjedh mbrapsht. Çdo kokër rëre është ju, duke rënë përmes tunelit. Dhe koha që i duhet çdo kokre për të kaluar nga njëra fole në tjetrën është gjithmonë e njëjtë, pavarësisht se sa e ngushtë apo e gjerë është qafa e orës. Kjo është magjia e gravitetit sferik, një magjia e koduar në vetë strukturën e hapësirës. Por për ta kuptuar vërtet duhet të zbresim edhe më thellë, të shikojmë jo vetëm çfarë ndodh, por pse ndodh. Duhet të shikojmë në zemër të mekanikës që e bën këtë univers të lëkund në ritëm të përsosur. Sepse çdo herë që hapni një derë dhe e ndjeni rezistencën e mendeshteve, ju po përjetoni të njëjtin parim, forca që kundërshton lëvizjen, që krijon ekuilibër. Graviteti brenda Tokës vepron si ato mendeshte, duke krijuar një rezistencë që rritet me distancën, duke ju kthyer gjithmonë mbrapsht në qendër. Fillojmë me një të vërtetë që duket e thjeshtë, por që fshen një kompleksitet magnitës. Brenda një sfere me densitet uniform, forca gravitacionale në çdo pikë është proporcionale me distancën nga qendra. Jo me katrorin e distancës, siç ndodh jashtë sferës, por me vetë distancën. Kjo është një marrëdhënie lineare, e drejtë si një rrezë e dritë. Nëse jeni 1 kilometër larg qendrës, forca është G, nëse jeni 2 kilometra larg, forca është 2 herë G, 3 kilometra. 3 herë G është një progresion i përsosur, i parashikueshëm, i pandryshueshëm. Por pse? Çfarë e bën graviteti të sillet kaq ndryshe brenda një sfere se sa jashtë saj?
Përgjigjja qëndron në një zbuleshje që Newtoni e quajti teorema e guaskës, një nga rezultatet më elegante në të gjithë fizikën. Imagjinoni se jeni brenda një sfere të zbrazët, një guask e hollë e materialit. Çfarë force gravitacionale do të ndjeni? Intuita juaj mund t'ju thotë se do të tërhiqeshit nga ana më e afërt e guaskës, sepse ajo është më afër. Por intuita juaj do të ishte e gabuar. Forca neto është 0. Plotësisht 0. Çdo grimcë e materialit në anën më të afërt të guaskës tërheq me një forcë që anulohet saktësisht nga tërheqja e grimcave në anën më të largët. Është një anulim i përsosur, një ekuilibër që ekziston vetëm në 3 dimensione, vetëm në një sferë. Kjo do të thotë se kur jeni brenda tokës, e gjithë masa që është më larg nga qendra se ju, e gjithë ajo guaskë e shkëmbit dhe metalit mbi kokën tuaj, nuk kontribuon as pak në forcën që ndjeni. Është sikur nuk ekziston. Vetëm sfera e materialit nën ju, sfera që ka rreze më të vogël se distanca juaj nga qendra, ju tërheq. Dhe ndërsa zbritni më thellë, kjo sferë zvogëlohet. Në 3000 kilometra thellësi, vetëm gjysma e tokës ju tërheq. Në 6000 kilometra, në vetë qendër, asgjë nuk ju tërheq, sepse nuk ka asgjë nën ju. Forca është 0. Ju jeni në ekuilibër të përsosur, duke notuar në zemër të planetit, pa peshë, pa drejtim. Çdo herë që notoni në ujë dhe arrini atë pikë ku trupi juaj është në ekuilibër neutral, as nuk ngjitet, as nuk zhytet, ju po përjetoni një version të vogël të kësaj. Një moment ku të gjitha forcat anulohen, ku ju jeni të lirë. Por kjo është vetëm gjysma e historisë. Sepse ndërsa sfera që ju tërheq zvogëlohet, forca për njësi mase mbetet proporcionale me rrezen. Pse? Sepse masa e sferës është proporcionale me vëllimin e saj, me rrezen në fuqi të tretë. Por forca gravitacionale zvogëlohet me katrorin e distancës. Kur i kombinoni këto dy efekte, masa që rritet me rrezen në fuqi të tretë, forca që zvogëlohet me katrorin e distancës, mbetet një marrëdhënie lineare me rrezen. Është një ekuilibër i përsosur midis gjeometrisë dhe gravitetit, midis formës dhe forcës. Është si një urë e pezulluar, ku çdo kablo mban saktësisht peshën që duhet, ku çdo element është në harmoni me të gjithë të tjerët. Çdo herë që kaloni mbi një urë dhe e ndjeni stabilitetin e saj, ju po besoni në të njëjtin parim, shpërndarjen e përsosur të forcave. Çdo herë që qëndroni në një ndërtesë të lartë dhe e dini se ajo nuk do të rrëzohet, ju po mbështeteni në këtë ekuilibër. Tani imagjinoni një sust. Jo një sust të zakonshme metalike, por një sust konceptuale, një objekt që ushtron një forcë proporcionale me zhvendosjen nga pozicioni i ekuilibrit. Nëse e shtrydhni 1 centimetër, ajo shtyn mbrapsht me forcë G 2 centimetra. 2 herë G, kjo është ligji i Hookut, i emëruar sipas Robert Hookut, bashkëkohësi dhe rivali i Newtonit. Dhe këtu është zbuleshjeja magnitëse, graviteti brenda një sfere uniforme vepron saktësisht si një sus. Nëse zhvendoseni 1 kilometër nga qendra, graviteti ju shtyn mbrapsht me një forcë proporcionale me atë kilometër. 2 kilometra, forca dyfishohet. Ju jeni të lidhur me një sust gravitacionale, një sust e bërë nga vetë struktura e hapësirës dhe masës. Dhe çfarë ndodh kur lidhni një masë me një sust dhe e lëshoni? Ajo lëkundet. Ajo oscilojnë përpara dhe mbrapsht në një ritëm të përsosur. Periudha e kësaj lëkundjeje, koha për një cikël të plot, varet vetëm nga konstanta e sustës dhe nga masa e objektit. Jo nga sa larg e shtytni atë. Jo nga amplituda e lëkundjes. Vetëm nga vetit e brendshme të sistemit. Kjo është arsyeja pse një pendul mban kohën kaq mirë. Kjo është arsyeja pse zemra juaj rre me një ritëm të qëndrueshëm, pavarësisht se sa fort punon. Kjo është arsyeja pse atomet lëkunden me frekuenca të sakta, duke krijuar ngjyrat që shikojmë, tingujt që dëgjojmë. Çdo herë që dëgjoni një notë muzikore, një la të pastër, një do të qartë, ju po dëgjoni një oscilator në veprim, një sistem që lëkundet me frekuencën e tij natyrore. Çdo herë që një fëmijë qesh me gëzim të pastër, ai tingull ka një frekuencë, një lëkundje të ajrit që përcillet përmes hapësirës. Të gjitha janë oscilator, të gjitha kërcejnë në ritmin e ligjeve të natyrës. Për tokën, konstanta e sustës gravitacionale përcaktohet nga densiteti i saj mesatar dhe nga konstanta gravitacionale universale, ajo G e vogël që shfaqet në çdo ekuacion të gravitetit. Kur i futni numrat, densitetin 5500 kg per metër kub, rrezen 6.371.000 metra,
Matematika jep një periudhë prej 84 minuta e 24 sekonda për një oscilim të plodh. Gjysma e kësaj, koha për të shkuar nga njëra anë në tjetrën, është 42 minuta e 12 sekonda. Nuk është një rastësi. Nuk është një parafrim. Është një pasojë e drejtpërdrejtë e ligjeve të gravitetit, e koduar në vetë strukturën e planetit tonë. Por këtu është pjesa që vërtet çan mendjen, kjo kohë nuk varet nga rruga që merrni. Imagjinoni një violinë. Kur tërhiqni një tel, ajo lëkundet me një frekuencë të caktuar, notën bazë. Por teli gjithashtu lëkundet në harmonik, gjysma e telit lëkundet me frekuencë 2 fishe, 1/3 me frekuencë 3 fishe dhe kështu me radhë. Çdo harmonik është një mënyrë e ndryshme e lëkundjes, por të gjitha bashkëjetojnë, të gjitha kontribuojnë në tingullin që dëgjoni. Toka, në këtë eksperiment, është si ai tel. Çdo tunel, çdo kord që kalon përmes brendësisë, është një harmonik e ndryshme. Por frekuenca themelore, koha bazë e lëkundjes, mbetet e njëjtë. 42 minuta e 12 sekonda. Çdo herë që dëgjoni një akord muzikor, 3 apo 4 nota që tingëllojnë së bashku në harmoni, ju po dëgjoni të njëjtin parim. Frekuenca të ndryshme, por të gjitha të lidhura me një strukturë themelore. Pse ndodh kjo? Sepse kur shponi një tunel që nuk kalon përmes qendrës, një kord më e shkurtër, ju përjetoni dy efekte që anulohen saktësisht. Së pari, distanca është më e shkurtër, kështu që do të prisni që koha të jetë më e shkurtër. Por së dyti, ju nuk zbritni aq thellë, kështu që graviteti mesatar që përjetoni është më i dobët. Ju nuk arrini kurrë në thellësinë ku graviteti është më i fortë. Ju qëndroni më afër sipërfaqes, ku forca është më e vogël. Dhe këto dy efekte, distanca më e shkurtër dhe graviteti më i dobët, anulohen saktësisht. Është si të ecni në një kodër. Nëse merrni një rrugë më të shkurtër por më të pjerrët dhe një rrugë më të gjatë por më të sheshtë, mund të arrini në maj në të njëjtën kohë. Forca që duhet të ushtroni për metër është më e madhe në rrugën e pjerrët, por metra janë më pak. Në rrugën e sheshtë, forca për metër është më e vogël, por metra janë më shumë. Ekuilibri i përsosur. Çdo herë që zgjidhni rrugën më të shkurtër për në shtëpi dhe zbuloni se arrini në të njëjtën kohë si rruga e gjatë, ju po përjetoni këtë parim. Çdo herë që një lumë gjen rrugën më të shpejt drejt detit, jo gjithmonë më të shkurtën, por atë që balancojnë distancën me pjerësinë, po ndiqet i njëjti ligj. Kjo simetri, kjo invariancë e kohës ndaj rrugës, është një shenjë e një parime më të thellë. Në fizikë, kur një sasi mbetet e pandryshuar në një transformim, ne e quajmë atë një simetri. Dhe çdo simetri korespondon me një ligj ruajtjeje. Kjo është teorema e Noetherit, e emëruar sipas matematikanes gjermane Emmy Noether, një nga mendje më të shkëlqyera të shekullit të 20. Ajo zbuloi se simetria në kohë korespondon me ruajtjen e energjisë. Simetria në hapësirë korespondon me ruajtjen e momentit. Dhe simetria që shohim këtu, invarianca e kohës së rënjes ndaj rrugës, është një shfaqje e simetrisë sferike të gravitetit. Çdo herë që shikoni një top që rrotullohet dhe mbetet i qëndrueshëm, ju po shikoni simetrinë në veprim. Çdo herë që shikoni një kristal me faqe të përsosura, ju po shikoni simetrinë e koduar në strukturën atomike. Çdo herë që shikoni fytyrën tuaj në pasqyrë dhe e dini se e majta dhe e djathta janë simetrike, ju po shikoni të njëjtin parim. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të pyesim, çfarë do të ndodhte nëse toka nuk do të ishte uniforme? Çfarë nëse, siç është në realitet, bërthama është më e dendur se manteli? Si do të ndikonte kjo në kohën e rënjes? Përgjigjja është se koha do të ndryshonte, por jo shumë. Për tokën reale, me bërthamën e saj të brendshme të ngurtë të hekurit dhe nikelit, bërthamën e jashtme të lëngët, mantelin e shkëmbit të nxehtë dhe guaskën e hollë të sipërfaqes, koha për të rënë përmes qendrës do të ishte rreth 38 minuta. Më e shpejt se rasti ideal, sepse bërthama e dendur ju tërheq më fort kur jeni afër saj. Por parimi mbetet i njëjtë. Ju ende lëkundni. Ju ende ktheheni. Ju ende jeni një oscilator gravitacional. Dhe këtu është lidhja që shpesh humbet, kjo nuk është vetëm një kuriozitet për tokën. Çdo objekt sferik në univers, çdo planet, çdo yll, çdo vrimë e zezë, ka të njëjtën vetë. Nëse do të mund të bini përmes Marsit, koha do të ishte e ndryshme, sepse Marsi ka densitet dhe madhësi të ndryshme. Por parimi do të ishte i njëjtë.
Nëse do të mund të bini përmes diellit duke injoruar nxehtësinë që do t'ju shndërronte në plazmë në një fraksion të sekondës, koha do të ishte rreth 1 orë e 64 minuta, sepse dielli është më i madh por më pak i dendur se toka. Nëse do të mund të bini përmes një ylli neutroni, një objekt kaq i dendur sa një lugë çaji e materialit të tij peshon sa një mori malore, koha do të ishte një fraksion i sekondës, sepse graviteti atje është kaq i fortë sa përkul vetë dritën. Çdo herë që shikoni diellin të perëndoj dhe e ndjeni ngrohtësinë e fundit të ditës në fytyrën tuaj, ju po ndjeni rrezatimin e një ylli që në zemër të tij është një furnalë gravitacionale, një vend ku atomet lëkunden dhe përplasen me energji të pabesueshme. Çdo herë që shikoni yjet në natë dhe e dini se disa prej tyre janë tashmë të vdekur, por drita e tyre ende udhëton drejt jush, ju po shikoni një univers ku koha dhe hapësira janë të thurura në mënyra që sfidojnë intuitat tona. Kjo është bukuria e ligjeve universale. Ato nuk janë të kufizuara në një vend, në një kohë, në një objekt. Ato janë të vërteta që zbatohen kudo, gjithmonë. Ligji që përshkruan rënien tuaj përmes tokës është i njëjti ligj që përshkruan lëkundjen e një atomi në një kristal, rrotullimin e një galaktike, pulsimin e një ylli variabël. Është një gjuhë që universi flet me veten e tij, një kod që përsëritet në çdo shkallë, nga më e vogla deri te më e madhja. Graviteti nuk është thjesht një forcë, është një koreograf kozmik që orkestroi kohën dhe hapësirën në një simfoni të përsosur. Dhe çdo herë që lëkundeni, çdo herë që bini, çdo herë që ndjeni peshën e trupit tuaj, ju jeni duke kërcyer në ritmin e kësaj simfonie. Por ka edhe një dimension tjetër në këtë histori, dimensioni i energjisë. Kur filloni të bini nga sipërfaqja e tokës, ju keni energji potenciale gravitacionale. Ju jeni të ngritur, të larguar nga qendra e gravitetit dhe kjo pozitë përfaqëson energji të ruajtur. Ndërsa bini, kjo energji potenciale shndërrohet në energji kinetike, energjinë e lëvizjes. Ju përshpejtoni, shpejtësia juaj rritet dhe energjia kinetike juaj rritet. Në qendër të tokës, e gjithë energjia potenciale është shndërruar në energji kinetike. Ju jeni duke lëvizur me shpejtësinë maksimale, 28.000 km/h. Por pastaj, ndërsa vazhdoni të lëvizni përpara, graviteti fillon të punojë kundër jush. Energjia kinetike fillon të shndërrohet përsëri në energji potenciale. Ju ngadalsoheni, derisa në sipërfaqen e anës tjetër, e gjithë energjia kinetike është shndërruar përsëri në potenciale. Shpejtësia juaj është 0. Ju jeni përsëri të ngritur, të larguar nga qendra. Dhe cikli mund të fillojë përsëri. Kjo është ruajtja e energjisë në veprim. Energjia totale e sistemit, shuma e energjisë kinetike dhe potenciale, mbetet konstante. Ajo thjesht ndryshon formë, duke u shndërruar përpara dhe mbrapsht në një vallëzim të përjetshëm. Çdo herë që shtytni një fëmijë në një kolovajz dhe e shikoni atë të ngjitet lart, të ndaloj për një moment dhe të zbresë përsëri, ju po shikoni të njëjtin parim. Energjia kinetike që i dhatë me shtytjen shndërrohet në energji potenciale në majë të harkut, pastaj përsëri në kinetike ndërsa zbret. Nëse nuk do të kishte fërkim, nëse ajri nuk do të rezistonte, fëmia do të lëkundej përgjithmonë, duke arritur të njëjtën lartësi në çdo anë, në një ritëm të përsosur. Çdo herë që hidhni një top në ajër dhe e shikoni atë të kthehet mbrapsht, ju po shikoni energjinë duke ndryshuar formë, nga kinetike në potenciale, pastaj përsëri në kinetike. Dhe kjo na çon te një realizim i mahnitshëm, rënia përmes tokës nuk është thjesht një eksperiment mendor. Është një dritare në natyrën e vetë energjisë, në mënyrën se si universi ruan llogaritë e veta. Asgjë nuk humbet. Asgjë nuk krijohet nga hiçi. Çdo gjë thjesht transformohet, duke ndryshuar formë por duke ruajtur thelbin. Kjo është një nga të vërtetat më të thella të fizikës, një parim që qëndron në themel të çdo gjëje që ndodh, nga djegja e një qiriri deri te shpërthimi i një supernove. Imagjinoni një liçen në një ditë të qetë. Sipërfaqja është e qetë, e pasqyruar, e përsosur. Pastaj hidhni një gur. Valët fillojnë të përhapen, rrath që zgjerojnë, që lëvizin përpara. Por energjia që dhatë me hedhjen e gurit nuk zhduket. Ajo përhapet, shpërndahet, transformohet në lëvizjen e ujit, në tingullin e valve, në nxehtësinë e vogël të fërkimit. Por shuma totale mbetet e njëjtë. Universi është si ai liçen, një sistem i mbyllur ku energjia rrjedh, transformohet, por nuk zhduket kurrë. Çdo herë që ndizni një dritë dhe e shikoni dhomën të ndriçohet, ju po shikoni energji elektrike duke u shndërruar në dritë dhe nxehtësi.
Çdo herë që hani ushqim dhe ndjeni energjinë duke u kthyer në trupin tuaj, ju po përjetoni të njëjtin parim. Çdo herë që mendoni një mendim, neuronët tuaj po përdorin energji kimike për të krijuar impuls elektrik. Energjia rrjedh, transformohet, por nuk zhduket kurrë. Por ka edhe një aspekt tjetër që duhet të eksplorojmë, aspekti i kohës. Pse saktësisht 42 minuta e 12 sekonda? Çfarë e bën këtë kohë kaq speciale? Përgjigjja qëndron në marrëdhënien midis gravitetit dhe madhësisë. Nëse do të mund të ndryshonit densitetin e tokës, ta bënit më të dendur apo më pak të dendur, koha do të ndryshonte. Një tokë më e dendur do të kishte gravitet më të fortë dhe rënia do të ishte më e shpejtë. Një tokë më pak e dendur do të kishte gravitet më të dobët dhe rënia do të ishte më e ngadalë. Por për densitetin aktual të tokës, 5500 kg për metër kub, matematika jep saktësisht 42 minuta e 12 sekonda. Kjo kohë është gjithashtu e lidhur me një sasi tjetër themelore, periudha orbitale e një sateliti në sipërfaqen e tokës. Nëse do të mund të hiqnit të gjithë ajrin, të gjithë fërkimin dhe të lëshonit një satelit që fluturon pikërisht në sipërfaqe, ai do të kryente një orbit të plot në 84 minuta e 24 sekonda. Saktësisht 2 fishi i kohës së rënies përmes qendrës. Kjo nuk është një rastësi. Është një pasojë e faktit se orbita dhe rënia janë të njëjta gjë, shikuar nga këndvështrime të ndryshme. Një satelit në orbit është në rënje të lirë, duke rënë vazhdimisht rreth tokës. Një objekt që bie përmes një tuneli është në një orbit që kalon përmes brendësisë së planetit. Të dyja janë shfaqje të njëjtit ligji, të njëjtës force, të njëjtës harmonie. Çdo herë që shikoni hënën në qiell dhe e dini se ajo është duke rënë rreth tokës për miliarda vjet pa u lodhur kurrë, ju po shikoni të njëjtin parim, rënia e përjetshme, e pandërprer, e përsosur. Çdo herë që përdorni GPS-n tuaj për të gjetur rrugën, ju po mbështeteni në satelit që kërcejnë në këtë ritëm të përsosur gravitacional. Çdo herë që shikoni një anije hapësinore duke u lëshuar në orbit, ju po shikoni njerëzimin duke mësuar të vallëzojë me graviteti. Rënia nuk është thjesht rënie, është një vallëzim me graviteti, një lëkundje përmes hapësirës dhe kohës. Dhe çdo herë që hidheni, çdo herë që ndjeni atë moment të peshëlesisë, ju jeni duke prekur diçka të përjetshme, një ligj që ekzistonte para jush dhe do të ekzistojë pas jush, një ritëm që pulson përmes çdo atomi, çdo ylli, çdo galaktike. 42 minuta e 12 sekonda nuk është thjesht një numër. Është një kod, një gjuhë që universi flet. Dhe ne, duke mësuar ta lexojmë atë, po bëhemi pjesë e bisedës. Por kjo bisedë nuk përfundon me tokën. Ajo shtrihet përtej në çdo cep të universit, në çdo shkallë të ekzistencës. Sepse ligjet që qeverisin rënien tuaj përmes një planeti janë të njëjtat ligjet që qeverisin lëvizjen e galaktikave, formimin e yjeve, evolucionin e vetë kosmosit. Çdo gjë është e lidhur. Çdo gjë është pjesë e një modeli më të madh. Dhe ndërsa vazhdojmë të eksplorojmë, ne zbulojmë se çdo përgjigje hap dyert e pyetjeve të reja, çdo zbuleshje na çon më thellë në misterin e ekzistencës. Imagjinoni tani se jeni duke qëndruar përsëri në buzë të tunelit, duke shikuar poshtë në errësirën absolute. Por tani, ju e dini çfarë fshihet atje. Ju e dini se ajo errësirë nuk është kaos, por ren. Ju e dini se çdo metër i rënjes suaj do të jetë i orkestruar nga ligje që janë më të vjetra se yjet, më të thella se koha. Ju e dini se kur të arrini në qendër, kur të ndjeni atë moment të peshëlesisë së përsosur, ju do të jeni në zemër të një misteri që ka magjepsur njerëzimin për shekuj. Dhe ju e dini se kur të dalë në anën tjetër, kur të ndaloni për një moment të vetëm para se të bini përsëri, ju do të keni prekur diçka të përjetshme, një të vërtetë që nuk varet nga ju, nga toka, nga koha apo hapësira. Një të vërtetë që thjesht është. Kjo është fuqia e fizikës. Jo të na jap përgjigje që na bëjnë të ndjejmë të sigurt, por të na tregojë se universi është më i thellë, më i bukur, më i çuditshëm se sa mund të imagjinojmë. Dhe çdo herë që mësojmë diçka të re, çdo herë që zbulojmë një lidhje të re, ne nuk po zvogëlojmë misterin, ne po e zgjerojmë atë. Ne po zbulojmë se ka më shumë për të mësuar, më shumë për të eksploruar, më shumë për të çuditur. 42 minuta e 12 sekonda. Një numër i thjesht, por që fshen një univers të tërë të kuptimin. Një numër që na lidh me graviteti, me kohën, me vetë strukturën e realitetit.
Një numër që na kujton se ne jemi pjesë e diçkaje më të madhe, një kozmosi që kërcen në harmoni, një univers që flet me veten e tij në gjuhën e matematikës, një ekzistencë që është njëkohësisht e thjeshtë dhe pafundësisht komplekse. Dhe ndërsa qëndrojmë në buzë të këtij tuneli imagjinar duke shikuar poshtë në thellësinë që nuk mund ta shohim, ne e dimë se çdo rënje është një mësim, çdo lëkundje është një zbuleshje, çdo moment i peshëlesisë është një prekje e përjetësisë. Rënia nuk është thjesht rënje. Është një udhëtim në zemër të asaj që na bën real. Është një vallëzim me forcat që formuan galaktikat, që ndezën yjet, që krijuan vetë jetën. Dhe çdo herë që biem, ne po rikujtojmë se jemi të lidhur me këtë histori kozmike, se çdo atom në trupin ton është një pjesë e kësaj simfonie të përjetshme. Por çfarë ndodh kur e kuptojmë se ky ligj, ky ritëm i përsosur i 42 minutave e 12 sekondave, nuk është thjesht një kuriozitet i tokës, por një shfaqje e diçkaje shumë më universale? Imagjinoni se hapni një kuti të vjetër në një vend të pluhurosur dhe brenda gjeni një orë që ka ndaluar dhjetëra vjet më parë. Por kur e tundni lehtë, ajo fillon të t'i kërtojë përsëri tik-tak, me të njëjtin ritëm të përsosur që kishte kur u ndërtua. Mekanizmi nuk ka harruar. Ligji që e qeveris atë nuk ka vjetruar. Kështu është edhe me graviteti. Pavarësisht se sa kohë kalon, pavarësisht se ku ndodhemi në univers, ligjet mbeten të njëjta. Ato janë të gdhendura në vetë strukturën e ekzistencës. Çdo herë që ngrini një gotë ujë dhe e vendosni në tavolinë, ju po besoni në këtë të njëjtë parim, se graviteti do të veprojë nesër ashtu siç veproi sot, se ligjet nuk ndryshojnë me orarin apo vendndodhjen. Kjo është arsyeja pse shkenca funksionon. Kjo është arsyeja pse mund të parashikojmë, të ndërtojmë, të krijojmë. Sepse universi luan sipas rregullave që nuk ndryshojnë. Ne folëm për rënjen përmes tokës, për atë udhëtim të mahnitshëm prej 42 minutash e 12 sekondash. Ne eksploruam mekanikën, si graviteti vepron si një sus, si forca ndryshon me thellësinë, si energjia transformohet nga potenciale në kinetike dhe mbrapsht. Por tani duhet të shohim më gjerë. Duhet të pyesim, çfarë na tregon kjo për natyrën e vetë universit? Fillojmë me një realizim që duket i thjeshtë, por që fsheh një thellësi të jashtëzakonshme. E njëjta forcë që ju bën të bini kur rrëshitni në një shkallë është forca që mban hënën në orbit rreth tokës. E njëjta forcë që bën që një mol të bjerë nga një pemë është forca që mban tokën në orbit rreth diellit. E njëjta forcë që krijon baticën dhe zbaticën e oqeaneve është forca që formoi galaktikat në fillim të kohës. Nuk ka gravitet i vogël dhe gravitet i madh. Ka vetëm gravitet, një forcë universale që vepron në çdo shkallë, në çdo vend, në çdo moment. Çdo herë që ndjeni peshën e trupit tuaj kur zgjoheni në mëngjes, ju po ndjeni të njëjtën forcë që formoi sistemin diellor para 4 miliard e 600 milion vjetësh. Çdo herë që hidhni një top dhe e shikoni atë të kthehet mbrapsht, ju po shikoni të njëjtën forcë që mban miliarda galaktika në një vallëzim kozmik. Kjo është arsyeja pse zbuleshja e Newtonit ishte kaq revolucionare. Para tij, njerëzit mendonin se qielli dhe toka ishin të qeverisura nga ligje të ndryshme. Qielli ishte i përsosur, i përjetshëm, i pandryshueshëm, mbretëria e engjëjve dhe e hyjnive. Toka ishte e papërsosur, e përkohshme, kaotike, mbretëria e vdekjes dhe prishjes. Por Newtoni tregoi se kjo ndarje ishte një iluzion. Ai tregoi se e njëjta forcë që bën që një gur të bjerë në Londër është forca që bën që Jupiteri të rrotullohet rreth diellit. Ai bashkoi qiellin dhe tokën në një vizion të vetëm, të unifikuar. Ai na tregoi se ne nuk jemi të veçuar nga kozmosi, ne jemi pjesë e tij, të qeverisur nga të njëjtat ligje, të bërë nga i njëjti material, të lidhur me të njëjtën pëlhur të ekzistencës. Dhe kjo unifikim vazhdon në çdo drejtim. Atomet që përbëjnë trupin tuaj u formuan në zemër të yjeve që shpërthyen para se dielli të lindë. Karboni në adnën tuaj, kalciumi në kockat tuaja, hekuri në gjakun tuaj, të gjitha u krijuan në furnaltat bërthamore të yjeve gjigant, pastaj u shpërndan në hapësirë kur ato yje vdiqën në shpërthime spektakolare. Ju jeni, fjalë për fjalë, pluhur yjor. Çdo frymëmarrje që merrni përmban atome që dikur ishin pjesë e një ylli, që dikur notuan në oqeanet e hershme të tokës, që dikur ishin pjesë e dinosaurëve, e pemëve të lashta, e njerëzve që jetuan mijëra vjet para jush. Çdo herë që shikoni në pasqyrë, ju po shikoni një koleksion atomesh që kanë udhëtuar përmes kozmosit për miliarda vjet, që kanë qenë pjesë e 1 milion formave të ndryshme, që tani janë bashkuar për të krijuar atë që ju quani unë. Ju nuk jeni të ndarë nga universi.
Ju jeni universi duke u bërë i vetëdijshëm për veten e tij. Kthehemi te tuneli ynë imagjinar. Kur bini përmes tokës, ju po ndiqni një rrugë që është e përcaktuar nga struktura e hapësirës së përkulur nga masa. Kjo është mënyra se si Einsteini e rishikoi graviteti, jo si një forcë që tërheq, por si një përkulje e vetë hapësirës dhe kohës. Imagjinoni një pëlhur të shtrirë dhe vendosni një top bowling në qendër. Pëlhura përkulet, krijon një grop. Tani rrokullisni një bilardo në buzë të kësaj grope. Ajo nuk do të lëviz në një vijë të drejtë, ajo do të përkulet, do të spiralojë, do të ndjek konturet e gropës. Kjo është ajo që masa i bën hapësirës. Toka përkul hapësirën rreth saj dhe ju, duke rënë përmes tunelit, po ndiqni konturet e kësaj përkuljeje. Çdo herë që ecni në një rrugë dhe ndjeni se po zbritni në një luginë, ju po përjetoni një version makroskopik të kësaj. Forma e tokës përcakton rrugën tuaj, ashtu siç forma e hapësirës së përkulur përcakton rrugën e rënies suaj. Por këtu është pjesa që vërtet hap mendjen. Kjo përkulje e hapësirës nuk është vetëm një metaforë. Është reale. Koha rrjedh më ngadalë afër një mase të madhe se sa larg saj. Nëse do të jetonit në fund të një grope të thellë për një vit dhe miku juaj do të jetonte në majë të një mali, kur të takoheshit përsëri, ju do të ishit pak më i ri se ai. Vetëm disa nanosekondat, por ndryshimi do të ishte real, i matshëm. Orët satelitore GPS duhet të korrigjojnë për këtë efekt çdo ditë, ato rrjedhin pak më shpejt në orbitë se sa në sipërfaqe, sepse janë më larg nga masa e tokës, ku hapësira është më pak e përkulur. Çdo herë që përdorni një hartë në telefonin tuaj dhe ajo ju tregon saktësisht ku jeni, ju po përfitoni nga kuptimi ynë i relativitetit të përgjithshëm, nga fakti se ne e dimë se koha dhe hapësira nuk janë absolute, por fleksibël, të përkulshme, të ndërthurura me masën dhe energjinë. Dhe kjo na çon te një pyetje edhe më e thellë. Nëse graviteti është një përkulje e hapësirës, çfarë është hapësira? Çfarë është kjo pëlhur që përkulet, që dridhet, që bart valët e gravitetit përmes universit me shpejtësinë e dritës? Ne nuk e dimë. Kjo është një nga misteret e mëdha të fizikës moderne. Ne mund ta përshkruajmë se si hapësira sillet, mund të parashikojmë lëvizjet e planetëve dhe galaktikave me saktësi të mahnitshme. Por ne nuk e dimë se çfarë është hapësira në thelb. Është si të dini se si të luani një instrument pa e ditur se nga çfarë është bërë instrumenti. Ju mund të krijoni muzikë të bukur, por misterin e materialit, atë që e bën të mundur tingullin, mbetet i fshehur. Kjo është bukuria dhe frustrimi i shkencës. Çdo përgjigje hap dyert e pyetjeve të reja. Çdo zbuleshje na tregon se ka më shumë për të mësuar. Ne e dim se graviteti ekziston, ne e ndjejmë atë çdo sekondë. Ne e dim se si funksionon, ekuacionet e Newtonit dhe Einsteinit na japin parashikime me saktësi të jashtëzakonshme. Por ne nuk e dim pse ekziston. Pse masa përkul hapësirën? Çfarë është në natyrën e masës që i jep këtë aftësi? Këto janë pyetje që ende na sfidojnë, që ende na shtyjnë të mendojmë më thellë, të eksperimentojmë më shumë, të imagjinojmë më gjerë. Dhe ndërsa qëndrojmë në buzë të këtyre pyetjeve, ne realizojmë diçka të mahnitshme. 42 minuta e 12 sekonda nuk janë thjesht një numër për tokën. Ato janë një dritare në një parim që shkon përtej çdo planeti, përtej çdo ylli, përtej çdo galaktike. Ato na tregojnë se universi është i organizuar, se ka struktura, simetri, harmoni të fshehura në çdo nivel. Nga lëkundja e një atomi deri te pulsimi i një ylli variabël, nga rrotullimi i një elektroni deri te spiralimi i një galaktike, ka një gjuhë të përbashkët, gjuha e matematikës, gjuha e ligjeve fizike, gjuha që universi përdor për të folur me veten e tij. Çdo herë që shikoni një lule dhe habiteni nga simetria e përsosur e petaleve të saj, ju po shikoni të njëjtën gjuhë. Çdo herë që dëgjoni valët e oqeanit dhe ndjeni ritmin e tyre të përsëritur, ju po dëgjoni të njëjtën gjuhë. Çdo herë që shikoni në qiell natën dhe shihni rrugën e qumështit, atë shirit të bardhë të yjeve që kalon përmes errësirës, ju po shikoni miliarda dielli, secili duke ndjekur rrugën e tij të përcaktuar nga graviteti, secili duke kënduar në korin e madh kozmik. Dhe ju, duke qëndruar në sipërfaqen e një planeti të vogël, duke shikuar lart, jeni pjesë e atij kori. Ju jeni një notë në simfoninë, një fjalë në poemën, një fije në pëlhurën që përmban çdo gjë. Rënia nuk është thjesht rënie, është një vallëzim me graviteti, një lëkundje përmes hapësirës dhe kohës.
Dhe çdo herë që hidheni, çdo herë që ndjeni atë moment të peshëlesisë, ju jeni duke prekur diçka të përjetshme, një ligj që ekzistonte para jush dhe do të ekzistojë pas jush, një ritëm që pulson përmes çdo atomi, çdo ylli, çdo galaktike. 42 minuta e 12 sekonda nuk është thjesht një numër. Është një kod, një gjuhë që universi flet. Dhe ne, duke mësuar ta lexojmë atë, po bëhemi pjesë e bisedës, një bisedë që ka filluar me shkrepin e madh dhe do të vazhdojë derisa ylli i fundit të fiket në errësirën e përjetshme. Por ndoshta pyetja më e rëndësishme nuk është si funksionon kjo, apo pse ndodh kjo. Ndoshta pyetja më e rëndësishme është, çfarë do të thotë kjo për ne? Çfarë do të thotë të dish se e njëjta forcë që të bën të biesh kur rrëshitni është forca që formoi galaktikat? Çfarë do të thotë të dish se atomet në trupin tënd kanë udhëtuar përmes kozmosit për miliarda vjet? Çfarë do të thotë të dish se kur shikon lart në yje, po shikon mbrapsht në kohë, sepse drita që arrin në syt e tu ka udhëtuar për shekuj, për mijë vjeçar, për miliona vjet? Ndoshta do të thotë se ne nuk jemi aq të vegjël sa mendojmë. Ndoshta do të thotë se çdo veprim ynë, çdo mendim, çdo zgjedhje, çdo moment i vetdijes është pjesë e diçkaje shumë më të madhe. Ndoshta do të thotë se kur shikojmë në pasqyrë dhe shohim një person të vetëm, të izoluar, ne po shohim vetëm një fragment të së vërtetës. Sepse në realitet ne jemi të lidhur me çdo gjë, me tokën nën këmbët tona, me ajrin që thithim, me yjet që shkëlqejnë mbi ne, me çdo qenie që ka jetuar ndonjëherë apo do të jetojë ndonjëherë. Ne jemi nyje në një rrjet i pafund lidhjesh, val në një oqean kozmik, nota në një simfoni që nuk ka fillim dhe nuk ka fund. Dhe ndoshta, kur e kuptojmë këtë, kur vërtet e ndjejmë këtë në thellësi të qenies son, diçka ndryshon. Ndoshta fillojmë të shohim botën me sy të ndryshëm. Ndoshta fillojmë të vlerësojmë çdo moment, çdo frymëmarrje, çdo rrahje të zemrës, sepse e dimë se jemi pjesë e një mrekullie që është shumë më e madhe se ne. Ndoshta fillojmë të kuptojmë se pyetja nuk është sa kohë do të më duhet të bie përmes tokës, por çfarë do të bëj me kohën që kam në sipërfaqen e saj. 42 minuta e 12 sekonda. Një udhëtim imagjinar përmes zemrës së një planeti. Por gjithashtu një metaforë për diçka më të thellë, për faktin se çdo udhëtim, çdo rënje, çdo lëkundje është pjesë e një modeli më të madh, një harmonie që përfshin çdo gjë. Dhe ndërsa qëndrojmë këtu, në buzë të këtij tuneli që nuk do të ndërtohet kurrë, ne e dimë se çdo rënje që bëjmë në jetën reale, çdo dështim, çdo humbje, çdo moment kur ndjehemi të humbur, është gjithashtu pjesë e kësaj harmonie. Sepse ashtu si graviteti gjithmonë na kthen mbrapsht, ashtu edhe jeta na jep mundësinë të ngrihemi përsëri, të lëkundemi përsëri, të kërcejmë përsëri në ritmin e përjetshëm. Çdo herë që hapni një derë dhe e ndjeni rezistencën e mendeshteve, a mendoni ndonjëherë se po përjetoni të njëjtin parim që mban planetet në orbitë? Çfarë do të thotë kjo për ne? Kjo pyetje që lam të pezulluar në ajër nuk kërkon një përgjigje shkencore, ajo kërkon një përgjigje ekzistenciale, një përgjigje që prek vetë thelbin e asaj që do të thotë të jesh i gjallë, i vetëdijshëm, i pranishëm në këtë univers të çuditshëm. Kthehuni për një moment te ai imagjin i parë, ju, duke qëndruar në buzë të tunelit, duke shikuar poshtë në errësirën absolute. Atëherë, në fillim të këtij udhëtimi, ajo errësirë dukej si një humner, një boshllëk, një panjohur që friksonte. Por tani ajo errësirë është e mbushur me kuptim. Çdo centimetër i saj është i gdhendur me ligje që janë më të vjetra se koha, çdo moment i rënjes është i orkestruar nga një forcë që lidh çdo gjë me çdo gjë tjetër. Ajo që dikur dukej si kaos tani zbulohet si rend, jo një rend i imponuar nga jashtë, por një rend që rrjedh nga vetë natyra e ekzistencës. Çdo herë që hapni sytë në mëngjes dhe shikoni dritën e diellit që depërton përmes perdes, a e dini se ajo dritë ka udhëtuar 8 minuta e 20 sekonda përmes boshllëkut të hapësirës, duke ndjekur rrugën e përcaktuar nga përkulja që dielli krijon në pëlhurën e universit? Çdo rreze që prek lëkurën tuaj është një mesazh nga një yll, një dëshmi e lidhjes që ekziston midis jush dhe kozmosit. Ne folëm për 42 minuta e 12 sekonda si për një numër, një rezultat matematikor, një pasojë të ligjeve të gravitetit. Por tani, në fund të këtij udhëtimi, duhet ta shohim për atë që vërtet është, një simbol i diçkaje shumë më të thellë. Ky numër nuk është thjesht një përshkrim i asaj që do të ndodhte nëse do të binim përmes tokës. Është një zbulim i një të vërtetë themelore, se universi nuk është i rastësishëm, se ekziston një strukturë, një harmoni, një bukuri që shkon përtej asaj që mund të shohim me sy. Është një dëshmi se ligjet e fizikës nuk janë thjesht përshkrime të asaj që ndodh, ato janë shfaqje të diçkaje më të thellë, diçkaje që prek vetë natyrën e realitetit.
Por çfarë është ajo diçka më e thellë? Kjo është pyetja që ka magjepsur filozofët dhe shkencëtarët për mijëra vjet. Çfarë qëndron në themel të gjithçkaje? Çfarë e bën universin të jetë ashtu siç është dhe jo ndryshe? A është një qëllim, një inteligjencë, një kuptim i fshehur në strukturën e gjithçkaje? Apo jemi ne, me vetdijen tonë, me pyetjet tona, me kërkimin tonë për kuptim, thjesht një aksident kozmik, një rast i rrallë statistikor në një univers që përndryshe është i verbër për bukurinë e vet? Ndoshta përgjigjja nuk qëndron në një ekuacion të vetëm, në një zbuleshje finale që do të shpjegojë çdo gjë. Ndoshta përgjigjja qëndron në vetë procesin e kërkimit, në faktin se ne, krijesat e vogla në sipërfaqen e një planeti të vogël, kemi aftësinë të pyesim, të habitemi, të eksplorojmë. Ne jemi bërë nga i njëjti material si yjet, të qeverisur nga të njëjtat ligje si galaktikat, por ne kemi diçka që, sa e dim, asnjë yll, asnjë galaktik nuk e ka, vetdijen. Aftësinë për të menduar për veten tonë, për të pyetur pse ekzistojmë, për të kërkuar kuptim në një univers që nuk na detyron ta bëjmë këtë. Çdo herë që ndaleni për një moment dhe habiteni nga diçka e thjeshtë, nga mënyra se si drita luan në ujë, nga tingëllimat e erës në gjethe, nga ndjesia e rërës midis gishtave të këmbëve, ju po ushtroni këtë aftësi unike. Ju po bëheni një pikë ku universi bëhet i vetëdijshëm për bukurinë e vet. Imagjinoni përsëri atë rënje përmes tokës. 42 minuta e 12 sekonda të lëkundjes së pastër, të përsosur, të pandalshme. Por tani pyesni veten, a nuk është jeta vetë një lloj lëkundjeje? A nuk lëkundemi edhe ne midis momenteve të dritës dhe errësirës, midis gëzimit dhe pikëllimit, midis kuptimit dhe misterit? A nuk jemi edhe ne oscilator, duke u lëvizur përpara dhe mbrapsht përmes peizazhit të ekzistencës, duke ndjekur rrugë që janë të përcaktuara nga forca që nuk i shohim plotësisht, por që i ndjejmë në çdo qelisë të trupit tonë? Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë ndoshta ajo që ne e quajmë rënje, ato momente kur ndjehemi të humbur, kur gjërat nuk shkojnë siç donim, kur bota duket kaotike dhe pa kuptim, ndoshta ato nuk janë dështime, por thjesht pjesë të lëkundjes. Pjesë të një cikli më të madh që ne nuk e shohim plotësisht, sepse jemi shumë afër, shumë të zhytur në detajet e çdo dite. Çdo herë që përjetoni një humbje dhe ndjeni se jeni në fund të një grope të thellë, kujtoni, graviteti gjithmonë ju kthen mbrapsht, lëkundja gjithmonë vazhdon dhe çdo zbritje përmban në vetvete farën e një ngritjeje të re. Por a do të thotë kjo se jemi thjesht objekte pasive, duke u lëkundur përpara dhe mbrapsht sipas ligjeve që nuk mund t'i ndryshojmë? Jo. Sepse ka një ndryshim thelbësor midis një objekti që bie përmes një tuneli dhe një qenieje të vetëdijshme që jeton një jetë. Objekti nuk ka zgjedhje, ai ndjek ligjet e fizikës me një pasivitet të përsosur. Por ne kemi zgjedhje. Ne mund të vendosim se si të reagojmë ndaj forcave që veprojnë mbi ne. Ne mund të vendosim se çfarë kuptimi t'i japim përvojave tona. Ne mund të vendosim se si të jetojmë brenda kufive që natyra na vendos. Kjo është liria jonë, jo liria për të shkelur ligjet e fizikës, por liria për të zgjedhur se si të jetojmë brenda tyre, se si të krijojmë kuptim në një univers që nuk na jep kuptim të gatshëm, por na jep mundësinë ta zbulojmë atë. Çdo herë që zgjidhni të jeni të sjellshëm me dikë kur mund të ishit indiferent, çdo herë që zgjidhni të krijoni diçka të bukur kur mund të mos bënit asgjë, çdo herë që zgjidhni të kërkoni të vërtetën kur do të ishte më e lehtë të jetonit në iluzion, ju po ushtroni këtë liri. Ju po bëheni bashkëkrijues të kuptimit në një univers që pret të zbulohet. Dhe kjo na çon te një paradoks i mahnitshëm, ne jemi njëkohësisht të parëndësishëm dhe thelbësor. Të parëndësishëm sepse jemi kaq të vegjël, një planet i vogël rreth një ylli mesatar në një galaktik që përmban miliarda yje të tjerë, në një univers që përmban miliarda galaktika të tjera. Nëse toka do të zhduket nesër, universi do të vazhdojë sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Yjet do të vazhdojnë të shkëlqejnë, galaktikat do të vazhdojnë të rrotullohen, ligjet e fizikës do të vazhdojnë të veprojnë me të njëjtën indiferencë të përsosur. Por njëkohësisht, ne jemi thelbësor, sepse, sa e dim, ne jemi vendi i vetëm në univers ku universi ka bërë diçka të jashtëzakonshme, ka krijuar qenie që mund të mendojnë për të, që mund ta kuptojnë atë, që mund ta admirojnë bukurinë e tij. Ne jemi mënyra se si universi shikon veten e tij. Ne jemi mënyra se si atomet bëhen të vetëdijshme. Ne jemi mënyra se si kozmosi krijon kuptim nga kaosi. A është kjo e vërtetë? A jemi vërtet të vetmit? Kjo është një pyetje që nuk mund ta përgjigjemi ende.
Ndoshta ka miliarda botë të tjera atje jashtë ku jeta ka lullëzuar, ku vetëdia ka lindur, ku qenie të tjera po shikojnë lart në yjet e tyre dhe po pyesin të njëjtat pyetje që po pyesim ne. Ndoshta universi është plot me jetë, plot me mendime, plot me pyetje. Ose ndoshta ne jemi të vetmit, një aksident kozmik kaq i rrallë sa është pothuajse i pamundur, një moment i vetëm i vetdijes në një univers që përndryshe është i verbër për bukurinë e vet ne nuk e dim. Dhe ndoshta kjo mosnjohje është një dhuratë, sepse na mban të përulur, na mban kurioz, na mban të hapur ndaj mrekullisë. Çdo herë që shikoni në qiellin e natës dhe ndjeni atë ndjenjë të vogëlsisë dhe madhështisë njëkohësisht, ju po prekni këtë paradoks. Ju po ndjeni peshën e ekzistencës, faktin se jeni këtu, tani, të gjallë, të vetëdijshëm, në një univers që nuk kishte asnjë detyrim t'ju krijojë. Kthehemi përsëri te graviteti, te ajo forcë që na ka shoqëruar përgjatë gjithë këtij udhëtimi. Graviteti është forca më e dobët e 4 forcave themelore të natyrës, shumë më e dobët se forca elektromagnetike, se forca bërthamore e fortë, se forca bërthamore e dobët. Një magnet i vogël mund të ngrejë një kapsel letre, duke mposhtur tërheqjen gravitacionale të një planeti të tërë. Por graviteti ka një cilësi që forcat e tjera nuk e kanë. Ai nuk mund të anulohet, ai nuk mund të blindohet, ai nuk mund të shmanget. Ai vepron gjithmonë, kudo, mbi çdo gjë. Dhe për shkak të kësaj, ai është forca që formson universin në shkallë të madhe. Ai është forca që mban yjet së bashku, që krijon galaktikat, që përcakton fatin e kozmosit. Ai është forca që, pavarësisht se sa e dobët, nuk heq dorë kurrë. A nuk ka diçka të bukur në këtë? A nuk na mëson diçka për natyrën e ndikimit, të qëndrueshmërisë, të pranisë së vazhdueshme? Ndoshta ne jemi si graviteti, të dobët individualisht, por të fuqishëm kur veprojmë së bashku, kur qëndrojmë, kur nuk heqim dorë. Ndoshta çdo veprim i vogël mirësie, çdo moment i kujdesit, çdo zgjedhje për të qenë të pranishëm dhe të vëmendshëm është si një tërheqje gravitacionale e vogël, e papërfillshme në vetvete, por që, kur shumëzohet me miliarda veprime të tjera, formon strukturën e një shoqërie, të një kulture, të një bote. Çdo herë që zgjidhni të dëgjoni vërtet dik kur flet, çdo herë që zgjidhni të shikoni përtej sipërfaqes dhe të shihni personin e vërtet, çdo herë që zgjidhni të jeni të pranishëm në një moment në vend që të jeni të humbur në mendime, ju po ushtroni një forcë të vogël gravitacionale, duke tërhequr botën drejt diçkaje më të mirë, më të vërtet, më të plotë. Dhe kjo na sjell te pyetja finale, pyetja që ndoshta është më e rëndësishmja: pse ekziston diçka në vend të asgjëje? Pse ka një univers fare? Pse ka ligje fizike, pse ka materie dhe energji, pse ka hapësirë dhe kohë? Kjo është pyetja që filozofët e kanë quajtur pyetja themelore e metafizikës, dhe është një pyetje që shkenca nuk mund ta përgjigjet, të paktën jo ende, ndoshta kurrë. Sepse çdo përgjigje shkencore presupozon ekzistencën e diçkaje, ligje, parime, struktura. Por pse ekzistojnë ato ligje? Pse ato parime? Pse ajo strukturë? Në një farë pike, ne arrim në një kufi ku pyetjet tona nuk mund të shkojnë më tej, ku duhet të pranojmë se ka një mister në zemër të ekzistencës që ndoshta nuk mund të zgjidhet kurrë plotësisht. Por a është kjo një dështim? A duhet të na bëjë të dëshpëruar fakti se ka pyetje që nuk mund t'i përgjigjemi? Unë mendoj se jo. Unë mendoj se ky mister është një dhuratë. Sepse nëse do të kishim të gjitha përgjigjet, nëse do të kuptonim çdo gjë, nëse nuk do të kishte më asgjë për të zbuluar, çfarë do të mbetej? Çfarë do të na motivonte të zgjohemi në mëngjes, të shikojmë lart në yje, të pyesim pse dhe si? Misteri nuk është një pengesë për kuptimin, është burimi i tij. Është ajo që na mban gjallë, kurioz, të hapur ndaj mrekullisë. Çdo herë që një fëmijë pyet pse qielli është blu dhe ju përpiqeni ta shpjegoni për shpërndarjen e Rayleigh-it, por pastaj fëmia pyet por pse drita shpërndahet dhe ju shpjegoni për natyrën valësore të dritës, por pastaj fëmia pyet por pse drita është një valë? Në atë zinxhir të pafund të pseve, ju po shihni natyrën e kërkimit njerëzor. Ne nuk pyesim sepse presim të arrijmë në një përgjigje finale. Ne pyesim sepse pyetja vet na bën njerëzor. Kthehemi për herë të fundit të tuneli ynë imagjinar, të ajo rënje e përsosur përmes zemrës së tokës. 42 minuta e 12 sekonda. Një numër i thjeshtë, por që fsheh një univers të tërë të kuptimit. Një numër që na lidh me graviteti, me kohën, me vetë strukturën e realitetit.
Një numër që na kujton se ne jemi pjesë e diçkaje më të madhe, një kozmosi që kërcen në harmoni, një univers që flet me veten e tij në gjuhën e matematikës, një ekzistencë që është njëkohësisht e thjeshtë dhe pafundësisht komplekse. Por ndoshta mësimi më i rëndësishëm nuk është në numër vetë, por në udhëtimin që bëm për ta kuptuar atë. Sepse në atë udhëtim, ne zbuluam se çdo përgjigje hap dyert e pyetjeve të reja, se çdo zbuleshje na çon më thellë në mister, se çdo moment i kuptimit është njëkohësisht një fund dhe një fillim. Dhe ndërsa qëndrojmë këtu, në fund të këtij udhëtimi intelektual, ne e dimë se udhëtimi i vërtet nuk ka përfunduar kurrë. Sepse çdo ditë që zgjohen, çdo frymëmarrje që merrni, çdo hap që hidhni, të gjitha janë pjesë e një eksperimenti të madh kozmik, një eksperimenti ku universi po eksploron mundësitë e veta përmes jush. Ju nuk jeni thjesht një vëzhgues i këtij universi, ju jeni një pjesëmarrës aktiv në krijimin e tij. Çdo mendim që mendoni, çdo ndjenjë që ndjeni, çdo zgjedhje që bëni kontribuon në atë që universi po bëhet. Dhe kjo është përgjegjësia dhe privilegji ynë, të jetojmë me vetdije, me kujdes, me dashuri, duke ditur se jemi pjesë e diçkaje që është shumë më e madhe se ne, por që njëkohësisht nuk do të ishte e plot pa ne. A do të thotë kjo se jeta ka një kuptim të paracaktuar, një qëllim që na është dhënë nga jashtë? Ndoshta jo. Ndoshta kuptimi nuk është diçka që zbulohet, por diçka që krijohet. Ndoshta çdo njeri prej nesh është një artist, duke pikturuar në pëlhurën e ekzistencës, duke krijuar kuptim me çdo zgjedhje, me çdo veprim, me çdo moment të pranisë së vetëdijshme. Dhe nëse kjo është e vërtetë, atëherë pyetja nuk është cili është kuptimi i jetës, por çfarë kuptimi do të krijoj unë? Çfarë gjurmë do të lë në strukturën e hapës kohës? Çfarë bukurie do të kontribuojë në simfoninë kozmike? Çfarë dashurie do të shtojë në shumën totale të dashurisë që ka ekzistuar ndonjëherë? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të gatshme, që nuk mund të zgjidhen me një ekuacion, që kërkojnë nga secili prej nesh të jetojë përgjigjen e tij. Por ndoshta kjo është pikërisht ajo që na bën njerëzor, aftësia për të jetuar me pyetje të hapura, për të përqafuar misterin, për të krijuar kuptim në një univers që nuk na detyron ta bëjmë këtë, por që na jep mundësinë ta bëjmë. Çdo herë që ndaleni për të admiruar një perëndim dielli, çdo herë që mbani dorën e dikujt që doni, çdo herë që krijoni diçka të bukur apo bëni diçka të mirë, ju po ushtroni këtë aftësi. Ju po thoni po ndaj ekzistencës, po ndaj misterit, po ndaj mundësisë që jeta, pavarësisht se sa e shkurtër dhe e brish, ka vlerë, ka bukuri, ka kuptim. Dhe kështu, në fund të këtij udhëtimi, ne kthehemi te fillimi, por me sy të ndryshëm. Rënia nuk është më thjesht rënie. Është një vallëzim me graviteti, një lëkundje përmes hapësirës dhe kohës, një pjesëmarrje në harmoninë e madhe kozmike. 42 minuta e 12 sekonda nuk është më thjesht një numër. Është një simbol i rendit që ekziston në zemër të kaosit, i bukurisë që fshihet në ligjet e fizikës, i lidhjes që ekziston midis çdo gjëje dhe çdo gjëje tjetër. Dhe ne, krijesat e vogla në sipërfaqen e një planeti të vogël, nuk jemi më thjesht vëzhgues pasiv. Ne jemi pjesëmarrës aktiv, bashkëkrijues të kuptimit, pika ku universi bëhet i vetëdijshëm për bukurinë dhe misterin e vet. Ndoshta kjo është e vërteta më e thellë që mund të mësojmë nga kjo histori e thjeshtë për rënien përmes tokës. Se çdo gjë është e lidhur, se çdo moment ka rëndësi, se ne jemi njëkohësisht të parëndësishëm dhe thelbësor, të përkohshëm dhe të përjetshëm, të vegjël dhe të pafund. Dhe në këtë paradoks qëndron bukuria e ekzistencës, fakti se ne mund të jemi të gjitha këto gjëra njëkohësisht, se ne mund të mbajmë në vete tërë universin ndërsa jemi vetëm një pikë e vogël në të. Kështu që herën tjetër kur ndjeni peshën e trupit tuaj, kur ndjeni tërheqjen e gravitetit që ju mban të lidhur me këtë planet, kujtoni, ju nuk jeni thjesht duke rënë. Ju jeni duke kërcyer. Ju jeni duke lëkundur. Ju jeni duke marrë pjesë në një vallëzim që ka filluar me shkrepin e madh dhe do të vazhdojë derisa ylli i fundit të fiket në errësirën e përjetshme. Dhe në atë vallëzim, çdo hap ka rëndësi, çdo lëvizje kontribuon, çdo moment është një mundësi për të krijuar diçka të bukur, diçka të vërtetë, diçka që shton në shumën totale të dashurisë dhe kuptimit në univers. 42 minuta e 12 sekonda. Një udhëtim që nuk do të bëjmë kur fizikisht, por që kemi bërë tashmë në imagjinat, në kuptim, në zemër. Dhe ndoshta kjo është e mjaftueshme. Ndoshta kjo është gjithçka që na nevojitet, të dimë se ekziston një harmoni, se ka një rend, se jemi pjesë e diçkaje që është shumë më e madhe se ne, por që njëkohësisht nuk do të ishte e plot pa ne. Të dimë se çdo rënje është një mundësi për të u ngritur përsëri, çdo fund është një fillim i ri, çdo moment i errësirës përmban farën e dritës.
dhe në këtë njohje, në këtë kuptim, në këtë përqafim të misterit, ne gjejmë jo përgjigje finale, por diçka shumë më të vlefshme, guximin për të vazhduar të pyesim, dashurinë për të vazhduar të kërkojmë, mrekullimin për të vazhduar të habitemi. Sepse në fund, ndoshta kjo është ajo që do të thotë të jesh njerëzor, të jetosh me pyetje të hapura, të kërcesh me misterin, të krijosh kuptim në një univers që pret të zbulohet. Dhe kështu, udhëtimi vazhdon. Jo përmes një tuneli në tokë, por përmes peizazhit të pafund të ekzistencës, ku çdo hap na çon më thellë në mister, çdo zbuleshje hap dyert e mrekullive të reja, çdo moment na kujton se ne jemi, të gjithë ne, së bashku. Mënyra se si universi po mëson të dashurohet me veten e tij.